pas 4 viteve gjasat e mundshme është njeriu me ndryshu sjelljen e tij të plot. Është ushqim edhe është përmend shumë, stërpërmend, por do vazhdoj ta përmend edhe unë pjesën e rrjeteve sociale. Pra ato video, fotografi, informacione të tepërta për një kohë shumë të shkurtër janë gjitha që nuk është diçka e re që po e them unë tash, apo diçka që është rishtazi e thonë. Gjitha këto informacione dhe mënyrën se si modelojmë në fakt ato që shohim, ndoshta edhe hiç modelim, po veç konsumi i kohës, syni që po e sheh, është perceptim. Të krijon aty të ngelet në ndërdije. Pra nuk është vetëm t'i kthehemi po prap fillimit që thatë me dëgju veshje atë që të shton nga tjetri, pra edhe po edhe thu vetë, por në fakt është edhe ajo që sy u sheh. Pra gjitha këto shqisa janë në fakt lidhura me mënyrën se si dhe funksionon truri. Pesë shqisat e cilat i kemi si 5 monedhat më të vlefshme të jetës, janë të jashtëzakonshëm se kush bëhemi produktivitet dhe kush është jeta jonë pastaj. Secila shqisë ka ndikimin e njëjtë në ndërgjegjjen e njeriut. Sytë përmenem psikologjisë si dritarja e shpirtit, është burimi kryesor që çon informaton aty ku flan. Zatën ndërgjegjen mas Mehmet Hak deshta ta them një sen shumë specifik, që shumica e studiosëve psikologjik pranojnë faktin që besimi ekziston në ndërgjegje e jo në vetdije. Sepse shumë njerëz me vetdije kuptojnë sa e mirë, e marrëm shembull është feja islame apo një fe tjetër, cila do të qoftë ajo, e dimi se vetdijshëm është e mirë, ka rregulla, shumë benefite të sjell, por nuk mundet me apliku, sepse s'ka kalu të ndërdija, se ke mbjell. Dhe pikërisht të është lloji i besimit. Kur njerëzit aktivizojnë të ndërdija vetë nëpërmjet qoftë 5 shqisave, cilat do qoftë, informatat e cilat janë të dobishme në jetën e tij, ashtu kemi marrë edhe frutat e suksesit. Ajo që shumë e rëndësishme me kuptu që sikurse sytë që shohin gjithçka e fatkeqësisht për rrjetet sociale sot pranojnë me biliona informacione shumë të dëmshme për jetën e njerëzit, thotë kur gjom, thjesht peshiqoj. Ti peshiqon, po thash pak më herët, ndërdija nuk ka vesh me thonë a kja i gore ako për me, as nuk gjykon, as nuk merr vendime, vetëm pranon, ti pja jep me vetdijet plot, aja pranon se unë duna me kuptu këto dhe këto me mbjell. Pastaj, dëgjimi është shumë i rëndësishëm, pa ta lexu diku në disa holumtime shkencore që sa ka ndikim muzika në jetën e njeriut. Për shembull, tekstet e ndryshme që njeriu dëgjon gjatë kohës sa dëgjon muzikë. Nëse teksti është automatikisht negativ, që ka propagandë dhunë, ka propagandë imoralitet, çka do të qoftë anë negative, pas 4 viteve gjasat e mundshme është njeriu me ndryshu sjelljen e tij të plot. Për me arrit me shku te aja mu bë edhe jeta e tij e tillë. Aq shumë ka pas ndikim edhe nëse mënyrë pasive ka dëgju, pa kon ato. E mos tasim edhe kur është aktive. Andaj sikurse edhe prekja, sikurse edhe nuhatja, për shembull të halucinacionet, ndarja halucinacione është shumë e madhe në psikologji që e njohim nëpërmjet iluzionit syrit, të veshit, të dëgjimit, të ndjesisë, të nuhatjes. Për shembull, ka njerëz që vetëm praktikën time kum taku, sa herë shkoj të një vend, në të cilën fatkeqësisht ka trauma të kalumës, thotë nuhas aromën më të keqe të mundshme. Ama është aty shtëpia vet. Thotë gjithkund shiçoj kërkun nuk ka diçka që e ndyt vendin. Mirpo nuhatja është e tmerrshme. Pra e ka halucinacion në hatjen. Gjitha këto ndjesi nuk kanë ardhur vetvetiu, është si rezultat i perceptimeve ose shumë të shëmtuara që ka përjetuar njeriu, ose fatkeqësisht të abuzuar apo çka do të qoftë në jetën e përjetimeve të tij.